Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Hapen lakrat sheshit, Dojna Mejma i kthen përgjigje deklaratave të Kiarës. Pas zhurmës që u krijuar në rrjet për ndjekjen dhe heqjen nga Instagrami mes Dojnës dhe Kiara Titos, vetë Dojna ka reaguar së fundmi në Instagram me një postim. Ajo ka publikuar një bisedë private në WhatsApp ku i thuhet nga motra e saj hiqe Kiara Titon, ndërsa më pas ka ndarë një mesazh të gjatë duke theksuar se gjithmonë e përgjigje të drejtë për drejta çdo pyetjeje, qoftë edhe para kamerave. Mua kur më bëj një pyetje direkte kam mjaftueshëm këll që për të përgjigjur drejt. E bëj edhe për rahat intime që të mos mbaj mend gënjeshtra. Tema është e varfër, ndaj nuk shoh interes të veçantë për ta zgjatur më shumë publikisht. Ditë mbar, shkruan ajo duke publikuar dhe mesazhin me motrën aty ku thotë: "Unë as nuk fola keq për të." Duket se Dojna ka zgjedhur të mbyll këtu çdo debat publik, duke mos dashur ta zgjasë më të çështjen me Kiarën. Ky debat vjen pasi Dojna Mejma rrëfeu tek emisioni i fundit që Kiara e ka hequr nga Instagrami. Ndërkohë kjo e fundit, teksa ishte e ftuar mbrëmjen e kaluar, tha se ishte pikërisht Dojna ajo e cila e ka hequr nga rrjetet sociale.